Por mi kemi përsëri me detarin e vjetër, Galip Dedej, i cili po na tregon për jetën e tij në det. Tashi ju keni edhe një moment tjetër, edhe një moment tjetër nga jeta në det, cilën do ta ndëgjojmë. Po, ky që themon Thanas Mustafaraj, ishte me të vërtet doktor, edhe kemi pas një rast ne që u donte tu operante. Me cilën e ishit? Me Durrësin. Ashtu, ha? Por, në pamundësi, do t'i, Ania Durrësi ktheu në Gjiblertar, se i hyni një copë metali në sy, kthyu në Gjiblertar që ato bën punën e vetë, bile deshen me pru në Durrës nga Gjiblertari, por vazhdoj rruga se ky Thanasi ishte mjeshtër. Po, bëri operacion në Ani? Jo, nuk e vetëm se e detyroi kapitenit të kthente në Gjiblertar vetëm për këtë që po, sepse jeta e marinarit ishte në plan të parë. Ishte vlerë e madhe. Edhe, po të them edhe diçka që kur dolem pension, flota nuk na ka një mu fare. Kam dalë në një pension minimal në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Kam punu 52 vjetë, edhe për 52 vjetë rresht, mu pensioni më ka dalë 32.000 lekë vjetra. Pra, problemi është që mungesa e një statusit veçantë për marinarët, për detarët, ka sjellë që pensionet e detarëve të jenë bërë. Dhe deri më sot ka vetëm fjalë në për lokale, jo pa kështu. Askush nuk e shullur që të shkruaj statusin e marinarit. Nuk na ka njoft status ne. Po se ka shkruajtur kush deri më sot njerë? Se duhet shkruajtur. Mirë. Të uroj shumë shëndet. Në 96-ën e mylla. Të uroj shumë shëndet edhe jetë gjatë. Shumë faleminderit.